Përshëndetje shikues të nderuar, por I takojmë sërish edhe këtë javë për të sjellur përpara jush intervistat mbi ngjarjet aktuale në vend. Kur kam fjalën për aktualitetin, dua të ndalemi për dallime dhe nga java tjetër të cilën kemi folur mbi arsimin, edhe sot do t'i kushtojmë rëndësi po njëjtë arsimit. Do të flasim në përgjithësi për gabimet të cilat të ndodhin nëpër librat shkollor. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme dhe për të na ofruar mendimin e tij apo zgjedhjet të cilat duhet aktualisht të merren në vendin ton, kam kënaqësi të kem të ftuar profesorin e gjuhës shqipe Avzi Mustafa. Profesor, përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Profesor, do dua t'ja filloj nga ajo se në tekstet e reja të lëndës së gjeografisë po vërehen gabimet si teknike po ashtu edhe gjuhësore. Pse mendon se ndodh kjo? Po, njëherë du ta nisi me këtë se për një faktor kryesor për të mbijetuar një komp duhet të jetë arsimi në nivel të duhur. Dhe nëse kërkon një shoqëri të përparuar, nuk mund të arrihet nëse nuk ka arsim cilësor. Prandaj, çështja e teksteve, planeve mësimore dhe cilësisë në mësim varet nga shumë faktorë. Një prej atyre faktorëve më kryesor që duhet të jetë edhe të studiohet edhe të analizohet në mënyrë detajisht është plani dhe programi mësimor, ku aty parashifet se çka na duhet ne që mund t'i arsimojmë gjeneratat e reja për një shoqëri të ardhshme. Dhe në bazë të planit dhe programit mësimor hartojnë edhe tekstet mësimore, që është një prej burimeve jo tani të them kryesore, dikur ka qenë një prej burimeve kryesore, por tani mund të ketë edhe burime të tjera që mund të ndihmojnë, po përsëri në shkollë ngel teksti si një prej burimeve bazë, ku nxënësit mund ta kenë në shtëpi, mund ta përdoren kur të duhet në krahasim me burime të tjera që mund të jenë për një kohë, mandej pas një kohë arkivohen, kështu që duhet të bëj kërkesa për të kthyer e tjere për këto rrjetet sociale që ndodhe që ju duhet diçka, duhet një informat. Meqense kjo çështja e gabimeve në tekste shkollore nuk është problemi tanishëm, është një problem I kamotshëm dhe kjo ka filluar që në shekullin e kaluar, që në vitet e 80-ta, kur filluan që ndaj gjuhës shqipe dhe arsimit të shqiptarët bëhet atetat, duke filluar së pari që të fshin çdo gjuhë që ka të bëj me shqiptarët nëpërmjet të toponomisë, na I kërkonin në atë kohë që të përdoret ajo toponomi në të cilën është evidentuar në dokumentet shtetërore të shtetit Maqedon. Ajo që është ai parimi kryesor se një toponim duhet të përdoret ashtu siç e thot populli vet, përkatësisht të gjuhës, jo të bëhet përkthime, ne na detyrohet që në atë kohë në shumë toponime të përkthehen nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonishte. Dhe pas kësaj erdhi një sistem I ri ku mendon se tani do të jetë çdo gjë në rregull, e prishëm këtë demokraci që edhe ashtu edhe trajtohet se nëse arsimi është pjesë e demokracisë, atëherë le të mësoj nxënësi atë që duhet edhe si duhet edhe ku duhet. Por nuk ndodh kështu që ndaj atyre shteteve ku janë multietnike, duhet ketë parasysh që ato komunitete që nuk flasin gjuhën e shtetit janë të parapanë në bazë të planit dhe programit mësimor lëndët identitare, siç është gjuha dhe letërsia shqipe, është gjeografia, është historia, muzika, këto që duhet të njihet çdo komunitet
me zakonet, me doket, me historinë e popullit vetë. Kështu që kjo nuk është marrë për bazë edhe në kohën e sistemi socialist, por edhe tani në kohën demokratike që është një prej vlerave evropiane që çdo kush duhet të mësoj atë që intereson për komunitetin, për historinë, për gjuhën e tjere. Dhe tashti kur po përgatiten tekstet shkollore, është edhe një problem tjetër që parashifet me ligjin për botimin e teksteve shkollore. Në atë ligj shkruhet se së pari duhet autorët të jenë nga vendi ose Republika e Maqedonisë. Përveç gjuhës dhe lehtësisë shqipe, të gjitha tekstet tjera duhet të botohen në gjuhën maqedonase dhe për komunitetin shqiptar ato janë të cilët i mësojnë në gjuhën shqipe, por teksti që është botuar në gjuhën maqedonase të përkthehet në gjuhën shqipe për atë komunitet që duhet të ndjekë mësimin. Dhe për këtu fillon ajo që të mos ketë ajo që duhet ta ketë një nxënës, se përkthimi e humb atë, si them, kur përkthehet humb një pjesë të asaj që shit mund të ndikojnë te nxënësit në mënyrë emocionale, në mënyrë kështu që ta përjetoj atë në krahasim kur përkthehet nga një gjuhë tjetër. Kështu që edhe një shqiptar nëse konkuron për një tekst, ai e përgatit gjuhën shqipe, përsëri duhet ta përkthejë që nga komisioni, cili duhet ta vlerësojnë, duhet të jetë në gjuhën maqedonase përveç gjuhës dhe lehtësisë shqipe. Dhe teksti tani që e kemi që është me gabime, nuk është vetëm ky tekst, të them, ka edhe tekste të tjera, sidomos edhe historia të njëjtat, por pse pikërisht këto bëhen gabime? Po, këto gabime bëhen parasysh se varet njerëz çfarë pozicioni gjidet autori. Unë këtu të teksti gjeografisë nuk mund të them se autori nuk ka njohuri, por ka një mendësi që ende mendon si në kohën e socializmit, komunizmit, ku shqiptarët duhet të dinë vetëm atë sa atyre të nevojitet, por ata do të jetojnë në një shtet që nuk është i tyre, por me mbarësi të tjera dhe të mësojnë më shumë për kulturën e të tjerëve. Prandaj kjo një mendësi sot ka ardhur që të shprehet edhe në tekstet shkollore, se autori i cili ka përgatitur këtë tekst, edhe pse e di se Kosova është një shtet i pavarur prej vitit 1990, kur filloi lufta, mandej kur e fitoi pavarësinë, dhe nuk është pjesë e Serbisë jugperëndimore siç e trajton ai. Pastaj kur flet për toponomit, për darjen territoriale brenda Kosovës, ai përdor një terminologji të vjetruar që është përdor dikur me tohi, jo Rafshi Dukagjini të tjerë, megjithëse në bazë të dokumenteve evropiane, kur është një tekst i tillë ku ka toponime, duhet krahas gjuhës për të cilën ti e ke shkruar, duhet të shtish në klapa edhe atë se si e përdor komuniteti i atij vendi. Kështu që këto gabime janë edhe të tjera, ka gabime, sidomos kur se në klasën e 7, dhe këtë tekst parashifet shtetet e Evropës të gjithë, të mirën në bazë të plan programi, duke filluar prej popullatës, prej hidrografisë, prej strukturës të popullatës, të me thënë kush jeton, sa popoj e tjerë, kur vjen te Serbia, të gjithë popujt tjerë i përmend, për shembull, thotë se në Serbi, në shtet jetojnë serb, jetojnë malazez, jetojnë popullat që të Vojvodinës, ku tjerë, por nuk thotë se jetojnë një shumicë e madhe e popullit shqiptar
në shtetin e Serbisë. Do të thonë, është lanë krejtësisht lugina e Preshevës dhe Medvegjës, që është një popullat jashtëzakonisht e madhe, një pjesë e trungut shqiptar, ku shifti edhe se sa janë ato që dikur ka pas ka 4 apo 5 deputet në parlamentin sërb. Do të thonë, ekziston. Këto nuk e përmend. Të gjithë tjerit popull i përmend këtë, do të thonë se kjo është diçka tendencioze që të tregoj se Serbia, në Serbi nuk jetojnë shqiptarët. Dhe këto gabime janë të patolerueshme, nëse nuk ndërmirë për arsye se ka pasoja tek nxënësit. Mandej ky tekst me këto gabime që Ministria e Arsimit i quajë si gabime teknike, është e gabuar, për arsye gabime teknike janë ato gabime ku mund të ndryshojë një gerë, dalë përpara, basu, një fotografi, të lëvizë, mos jetë në vendin e caktuar, kurse këto janë gabime përmbajtësore dhe unë mendoj se janë të qëllimshme, jo pa qëllim. Për arsye se nëse e kthehemi gjatë shohim se çka ka ndodhur për shqiptarët me enciklopedin, me muzikën ku nuk kishte asnjë këngë shqipe etj, do të thonë, kjo tani vazhdon, po në të njëjtën avas që të shqiptarët mos e mësojnë në gjeografinë ashtu si duhet, siç e mësojnë të tjerit. E përmendët shumë mirë pak më herët duke thënë se ne jetojmë në një shtet multietnik dhe kjo gjë duhet respektohet nga të gjithë. Po ju, profesor, si mendoni këto a janë gabime të njamshme të cilat pothuajse vazhdimisht për çdo vit po ndodhin apo bëhet nga muzia profesionale? A mund të jetë edhe kjo? Po të shti aty janë përzi kohën e fundit se është një garë që mendojnë se ai që përgatit një tekst do të fitoj para dhe edhe pse nuk përgatitja një teksti nuk është ajo se ti mund të dish ose mos të dish. Se ajo bëhet në mënyrë kolektive. Njërë ditë, dhe me thonë, me koautorsi, do të ketë një tjetë i shkencave që mirët me atë, edhe 2 nga praktika, dhe bashkarisht ato hartojt një tekst. Por këtu është problemi se mund të ndodhin gabime, megjithse sot i ke gjitha mjetet e informimit që gjithçka që nuk e ke të qartë mund të shumë shpejt të vish deri te ajo, por ato janë të qëllishme, i lanë në mënyrë se si do të reagojnë shqiptarët, prindët edhe nxënësit në këto shkollë. Por në shtetet të këtilla që janë multishoqërore, duhet të ketë, nëse duhet ato ai komunitet që të komunikojnë me komunitet tjetër, të njihen njëri me tjetrin, do të thënë nuk ka vlerë, ne nuk i mësojmë nga ajo që duhet se të respektohet një kombi tjetër, një komunitet tjetër, ajo të kemi ndasi, siç mund të do se ne edhe sot e kësaj dite që jetojmë në këtë shtet, ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonëve nuk njihemi ndërmjet veti, edhe pse me sheku jemi bashkë këtu, jemi bashkë. Këtu gabimi është edhe i recenzentëve se shumë pak ato i lexojnë ose dalin që t'i analizojnë në mënyrë shkencore, të shohë se njerë duke filluar për terminologjisë sa përdoret, se në këto tekste shohim një larami të terminologjisë që dikur përdoret si kufizim, dikur përdoret për shembull për një shtet lagët nga 3 detet e tjere, ose kufizohet me 3 detet, është varet se si, por nëse një tekst duhet të ketë një terminologji të unifikuar, nëse përdoret. Mandej kemi terma të shumë të tjera që ekspozojnë në diell kafshët, ku e di une. Nuk shkon as logjikisht, nuk mund shifet. Kafshët nuk ekspozojnë diçka tjetër, të qëndrojnë në diell, ose i qëndron diellit, ose vapës e tjere. Do të thonë janë disa sende, por ajo që neve na bin sy është ato të cilët janë të njohura dhe duhet ta njohin ajo që ekziston për atë popull, nuk
ky autori nuk është i panjohur, duke di se Kosova kur e ka marrë ka fitu pavarësinë. Dhe nuk ka shkajt tash ta bëj si pjesë të shtetit sërb, si pjesë jugperëndimore në shtetit sërb. Kështu gabime mund të ketë, por ato nuk jetë të lejushme në tekstet shkollore për nxënësit, se ata në bazë të asaj se nxënësit mësojnë fragmente të shkencës nëpërmjet planit të pranë, ato fragmente shkencë janë dhënë në libra, në tekstin që e mësojnë nxënësit, dhe ato duhet njohuri të jetë të verifikuara në mënyrë shkencore. Do të thonë, kurse në fakultet është e lejushme të mirën me hipoteza, me tjere, kështu që detyra, por deri në shkollë të mesme duhet të jetë me njohuri të drejta shkencore. Po, cilat janë ato filtrat të cilat duhet të kalojë një tekst përpara se të botohet? A janë këto që i përmenda, apo ka edhe filtra tjerë të cilat duhet t'i kalojë? Po, shiko tani përveç autorëve që ata i zgjedhën dhe ato bashkëpunëtorët, mandej ka recenzent. Po përsëri recenzentët janë njerëz të cilët mund t'i emnoj ose të kërkoj nga autorët që t'jetë ky ose ai recenzent, dhe do në thëmë përveç recenzentëve duhet të ketë edhe një përkthys të mirë, se tekstet është përveç gjuhës dhe shqipe, të tjera të botohet gjuhë maqedonisht, e premaqedonisht duhet të përkthehet në gjuhë shqipe, dhe duhet një lektor që ai do ta shikojë bukur, do të thonë se të mundet sa më tepër ta përshtas natyrës të gjuhës shqipe, të shoh terminologjinë, dhe pastaj pasi kthehet nga recenzentët, që duhet të jenë mas pakti 3, dhe ato ta lexojnë secilin vetë dhe në fund të shohin ku mund të pajtohen me autorin, nuk mund të pajtohen, dhe pasi shumica e recenzentëve 2-1 pajtohen, atëherë teksti shkon në komision nacional që ekziston pranë Këshillit Pedagogjik, dhe Këshilli Nacional me vota të mshefta ku marrin pjesë një numër i madh, kalon teksti, por unë kërkoj që përveç autorëve dhe lektorëve dhe këtyre përkthyesve, do t'ishte mirë të ishte edhe një redaktor shkencor, t'i them, që ai në fund para se të shkojnë në Komisionin Nacional, ta shikojë ai, të shohaj dhe me lejen atij të mirët leja për botim. Për ndryshe, tani këtu ndodhë që të hudhet faji prej autorit të koautorit tjetër, të recenzentit, të përkthyesi, është bo gabim teknik, prandaj këto janë vetëm ato mekanizme për të mbrojtë kur një tekst del me shumë gabime del. Prandaj, nëse nuk i kalon këto, domethënë ai tekst në fund me lejen e ministrisë, të ministrit, fiton vendimin për të përdorur në shkollat. Pa lejen e ministrisë, të ministrit gjithsesi nuk mund të përdoret një tekst shkollor. Tani shumë shpejt patëm edhe njoftim nga Ministri i Arsimit që kanë përmirësuar tekstin në librin e gjeografisë, por në përgjithësi, çfarë mendon se duhet bëhet me këto tekste? Të lihen ashtu, të ndryshojnë komplet, dhe a mendoni se do ndryshojnë, sepse për çdo vit mund të themi se në një libër gjenden gabime të tilla? Shiko tani janë ata, ka gabime teknike, ka gabime gjusore dhe gabime përbajtësore. Këtu nuk kemi të bëjmë me gabime teknike, që ta mund të evidohen tjetër që nuk e prishin atë që duhet ta kuptojë nxënësi, domethënë se mos bite te nxënësi të ketë hamendje për gjithçka, që mos domethënë të lajthitet me atë. Por këto janë gabimet përbajtësore janë. Dhe këto gabime përbajtësore, se tani edhe teksti që botohet, është edhe në formë elektronike. Dhe në formë elektronike janë bërë përmirësime me të drejtë, por jo krejt. Domethënë atje kur flet se në Serbi jetojnë të gjithë popujt tjerë, vetëm shqiptar nuk është përmirësuar. Ka ngel. Betet e tillë ende. Betet e tillë. Kështu që
këtu tani duhet dikush të reagojnë. Ne nuk mund të reagojnë, por shteti shqiptar është ai që duhet të reagojnë, se shqiptarët janë atje, jetojnë, janë me shumicë e tjere. Kurse për ajo kur do të shtypet, se ende tash ndoshta është në procedurë të shtypjes, këto faqe do të hiqen, do të përmirësohet që nxënësi duhet ta ketë tekstin të pastër pa të gjitha këto gabime të cilët janë vret në proceset mësimores, nga arsimtarët, nga prindët edhe nga njerëzit të tjerë që mirën me këtë problematikë. Këto gabime të cilat po bëhen në për librat shkollor, të gjithë e dim se më së shumti preken nxënësin, ndikojnë më së shumti tek nxënësit. Sipas jush, cilat janë ato pasojat që i lënë tek nxënësit? Po pasoja e parë se të nxënësit sjell një konfuzion, lehthitje. Mandej e humb besimin në atë, se ja ku është Presheva, e pyes nga shkoja Presheva në Serbi, atje këtu në tekst nuk ka, po ku janë ato shqiptarë, domethënë shti në kështu në mendime, se ashtu. Mandej është një prej atyre momenteve kryesore se ne nuk duhet njerëzit t'i dajmë, po pse ai është serb, pse është maqedon, pse është shqiptar, pa duhet t'i afrojmë, kështu që në një farë mënyre, kur dëgjon ai se atje flitet shqip, në pjesën jugore të Serbisë, ku është Presheva, Medvexha e tjera, domethënë e bie pse çka kam mësuar unë, pse kam mësuar, domethënë kam mësuar këtë gabimisht. Kjo është ajo kryesore dhe mandej humbet edhe tek besimi tek tekstet mësimore, humbet. Sa ai mendon se ajo që është shkruar është tamam që duhet të jetë në mënyrë po e drejtë, e vërtetë e tjera. Kështu që ai duhet të fillojnë, ne kemi qëllimin se sa më tepër që tekstet të jetë në dorë të nxënësve dhe ai tekst mandej ngel edhe një kohë të gjatë kur ka nevojë që të mund ta përdoret kur të ketë nevojë pas disa viteve, për çfarë është e gabueshme, ajo mandej transferohet gjenerat pas gjenerate i njëjti gabim, ose nëse të tjerë autor përgatiten të mbështeten në këtë tekst, nëse është gabim, sigurisht do ta bëja gabimin, kështu që ne duhet herë për gjithmonë që gabimi të ndërpritet për të jetë ajo që e kërkon shkenca, e kërkon. Profesor, unë të falenderoj shumë që ndave kohë dhe këto mendime shpresoj që do ndikojnë tek ata të cilët janë kompetent dhe të përmirësojnë këto gabime që mos të sillin pasoja negative tek ne. Po edhe unë shpresoj se nuk është mjeshtri, domethënë hartimi një teksti, nuk mund ta bëjë çdo kush, mund të ketë shumë njohuri, por nuk e kanë mjeshtrin për hartimin e tekstit, duhet të mirën specifika, disa specifika që janë shumë kryesore, duhet së pari ta njoh njerë landën, ta njoh psikologjinë, ta njoh pedagogjin, edhe t'ja adaptojnë nxënësit pas fuqive psikofizike, po jo ti mund shumë me të dhëna, ku nesër ai tekst në vend që ta afrojnë nxënësin, ai do ta largojnë. Prandaj ky është problemi se unë deri tani ka qenë se ministria ka botuar tekstet, tash ka fillu shtëpitë botuese, ata konkurrojnë dhe shtëpitë botuese tash e marrin përgjegjësinë për të gjitha edhe gabimit, edhe dizajnimi, edhe kopertina që do duket, domethënë ai përgatitja e tekstit përgjithësi tash u takon shtëpive botuese, që unë besoj se do të ishte mirë që në këtë republikë të ketë një apo dy shtëpi botuese që do të mirën ekskluzivisht me botimin e teksteve shkollore, se kështu është një garë ndërmjet shtëpive botuese, dhe tash ti e di se mund të ndodhet gjithçka, por mund të fitojnë në një shtëpi me një tekst shumë të dobët në krahasim me një tekst që mund të jetë i mirë, po për shkak të kushteve të botimit nuk e ka atë dizajnim që mund ta ketë një shtëpi shumë e fortë me mjete të reja teknike për hartimin, për
si them, për pregaditjen e një tekstit në tërësi. Shpresojmë që gabimet e tilla nuk do t'i shohim mbas vitin e ardhshëm. Faleminderit shumë që ndatë kohë. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, deri në intervistën e radhës, bashkë mirupafshim.